Në mars të vitit 1977 ndodhi një incident që shënoi disa ndryshime të mëdha në kërkimet e ufologjisë. Një ufolog, Jose Hernandez, bëri një zbulim që ndryshoi, le të themi, mendimin për sa i përket kërkimit të jetës jashtëtoksore në këtë planet. Ai shkoi në Kanarje. Në Kanarje, në aeroport, kishte ndodhur një aksident. Kishte pak ditë që kishte ndodhur një aksident dhe ai kërkoi që të zbulonte të vërtetën se çfarë kishte ndodhur gjatë atij aksidenti. Aksidenti ndodhi nëpërmjet dy avionëve. Dy avion, një amerikan dhe një i zonës, u përplasën mes njëri tjetrit dhe vdiqën rreth 538 njerëz gjatë atij aksidenti. Dhe që të gjithë u karbonizuan, pra 500 ca njerëz u karbonizuan. Dhe nuk u zgjidh kurrë deri në fund çështja ashtu siç duhet. Mbeti për herë një mister, sepse nuk u kuptua tërësisht se si ndodhi ky aksident. Por ndodhen disa, për fjalë, u zbuluan disa teori që për disa janë konspirative, kurse Jose i shkruajti këto në librin e tij, pra në librin e kërkimit të ufologjisë dhe të ufove. Ai tregon që teksa bëri kërkimet e tij, shkoi pra në Kanarje, takoi një kolonel të kërkimeve që ishte aty, që gjendej aty. Dhe kam dalë me qenushin tim të vogël dhe teksa doja që të bëja këtë që mos bezdisja tjerë të më dhomë se dëgjohet shumë, jam në një hotel këtu, dhe po i thoshja që gjatë atij aksidenti, ai kërkoi që të kuptonte se çfarë kishte ndodhur, pra Jose, dhe shkoi dhe kërkoi këtë kolonelin. Koloneli i tha që do të tregoj disa gjëra, tha, sepse ndajtën së bashku, ndajtën rreth 30 ditë, pra një muaj ndajtën bashk. Dhe ai donte të kërkonte të dhënat sa më të sakta se çfarë kishte ndodhur gjatë aksidentit. Kishte dëgjuar disa gjëra. Disa kishin thënë që ky aksident ishte ndodhur nga një shkarkim i një energjie shumë të çuditshme. Disa tregojnë për një objekt UFO. Disa të tjerë tregojnë për disa qenie që gjendeshin në aeroport. E di që për dikë këto duken si fantazi, por dëgjojeni deri në fund. Si përfundim, Jose, që ka shkruar dhe në librin e tij, ai tregon që koloneli i tregoi diçka tepër kurioze. Në fund fare të bisedës së tyre, pra pas 30 ditësh që qëndronin bashkë aty dhe hanin dhe pinin bashkë, gjithmonë duke u takuar dhe duke biseduar, sepse ndërkohë koloneli, me fjalë, koloneli ishte pjesë e një shoqate që ishte në kërkim të dhënave, sepse duke qenë një kolonel i aeronautikës, pra i shërbimeve ajrore, ishte vënë aty pra nga shteti që të kërkonte të vërtetën e këtyre pse ndodhi aksidenti. Por ai tregon që pasi e kishin shkëputur nga ajo punë, sepse e hoqën jo nga puna, por nga i kërkim, ai tregoi disa gjëra të çuditshme që ja tregoi këtij Joses. Dhe i thot: "Dëgjoj, thot, unë një gjë nuk kuptova, thot, në këtë kërkim, sepse ne kur shkuam aty, thot, u futëm në avion, në njërin nga avionët, disa prej tyre, dy prej tyre, thosh, në avion, nuk ishin njerëz. Të paktën kështu dukesh, thosh, sepse gjithë trupi i tyre ishte i djegur shkrum ashtu siç edhe të tjerët, pra i djegur nga energjia, nga nxehtësia e madhe kur shpërthyen të dy avionët. Por problemi kryesor ishte që gjithë trupi ishte i djegur, i karbonizuar, dhe ishte karbonizuar edhe Kafka. Pra Kafka i njerëzve, pjesë e Kafkës ishte karbonizuar. Mirë po brenda Kafkës, pra e mbuluar nga Kafka, ishte koka e tyre, të dyve këtyre, ishin kokë metalike, metal, i paprekur, duke sikur të ishin, unë do ja u them tani, por ashtu siç me një fjalë nuk doja t'ja u thoshe, sepse dikush mendon si kur janë teori këto. Por unë po flas atë çka shkruan Jose. Për Josen, këta janë robot, pra robot ose humanoid robot ose cyborg, të ndërtuar nga kush nuk e di, thot ai, por janë të tillë dhe komunikojnë ashtu siç edhe njerëzit. Janë me fytyrë njeriu, me ecje si njeriu, pra lëkurën dhe kafkën dhe kockat i kanë si njerëz, po brenda tyre kanë metal. Pra janë metalik dhe si mund të quhen, dhe njerëzor.
tip cyborg, por shumë të zhvilluar. Dhe sipas tij, ai kur i pa, pra ky koloneli kur pa këto dy kafkat, nuk ishte vetëm, por kishte edhe të tjerë. Të gjithë këta të ekspertizës ishin aty dhe i pan që njerëzit kishin kafka, këta të dy. Të gjithë të tjerët ishin normal, se ishin djegur. Shumë prej tyre, 530 e ca njerëz ishin të djegur. Por në një nga avionët, si që thash, ata një pjesë prej tyre ishin djegur, ishin bërë shkrumb, kurse dy nga këta ishin djegur trupat, por kokat e tyre ishin metalike, prej metali që shkëlqente dhe të paprekur. Kokë e paprekur, me fjalë, nuk i ndodhi asgjë atyre kokave, sepse përveç se ishin koka metali, por duke një metal tepër i pastër. Dhe çudia ishte që pasi erdhën, siç i thot koloneli, pasi erdhën thotë që e morën vesh se që kishim gjetur se i sinjalizuam, ne thotë që i gjetëm këto dy kafka, erdhën thotë 3 makina me plot me 3-4 njerëz brenda, të veshur në mënyrë të çuditshme dhe dukeshin që ishin të huaj. Dhe na dhanë urdhër, njëri prej tyre foli, tha askush tjetër nuk foli me ata, erdhën aty në aeroport dhe na thanë duhet iknim. Çështja tani tha është ushtarake dhe do të ndiqet nga ne. Dhe kështu bëm ne u larguam tha sepse për më tepër na dhanë urdhër tha dhe nga qendra. Nga qendra thanë që shiko tani është çështje ndërkombëtare dhe nuk varet më nga ne. Kështu që largohuni që aty dhe kështu bën. Ata u larguan. Por ajo që pash, jo vetëm unë, po e pan edhe të tjerët, është më se sigurt, sepse ishim aty. I pam që të gjithë, që dy njerëz, me fjalë dy qenje, sepse mund nuk të themi dy njerëz, ishin me kafka prej metali. Tani, se përse ishin këto kafka metali, ne nuk e dim. Si ishin këto kafka, ne nuk e dim. Nuk dim asgjë. Dim vetëm që ishin këto kafka metali. Tjetra, në këtë histori thot, ka dhe një diçka tjetër thot që duhet përmendur, që gjatë këtyre muajve, pra muajt pasi ai ky koloneli kishte parë këto kafkat, kush foli, thoshte koloneli, i tha këtij Jozes, kush foli, që filloi që të fliste për këto kafkat, që fliste publikisht ose me njerëz të tjerë, dal nga dal filluan që të vdisnin. Të vdisnin në mënyra të çuditshme, kush me aksident, kush me infarkte, kush me sëmundje të këqija, pra dal nga dal vdiqen brenda 2-3 viteve, vdiqen shumë prej tyre. Dhe të lutemi tha, unë nuk dua tha që ti të më përmendësh emrin, por po të them tha se çfarë pash atje. Sepse tha, nëse do më ndodh gjë mua të paktën po ta them ty tha, sepse nëse do më ndodh gjë mua tha e di tha që diçka do të dali tha që pse unë nuk jetoj më. Pra, me qenë se unë di shumë dhe kam frikë tha se mos më vrasin, unë po ta them ty, por ti tha të lutem vetëm mos thuaj emrin tim. Dhe kështu Joze e vendosi në librin e tij, por nuk i tha emrin. Megjithatë, ky nuk është rasti i parë. Nëse mbani mend, kemi folur edhe për këta njerëzit Men in Black ose njerëzit me të zeza, që shumë prej tyre tregohet që janë të çuditshëm, flasin në mënyrë robotike. Disa, për shembull, në një dokumentar rus, tregohet me një fjalë që njerëzit dëshmimtar, jo kështu do si do, tregojnë që këto qenjet, këto Men in Black, këta njerëzit me të zeza, u dalin fije nga veshët, po prapa veshëve apo nga këmbët. Këto janë dëshmi të lëna nga njerëzit, nuk i themi ne, nuk janë dëshmi të thëna kështu, kot më kot. Dhe janë të mbledhura prej vitesh. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë? Pra, a mundet që mes nesh të ketë humanoid ose cyborg të një civilizimi që ne nuk e njohim, ose të një teknologjie që ne nuk e njohim, mundet që ata të jetojnë mes nesh, they live among us. Ata jetojnë mes nesh. Mundet që tjetë e vërtet? Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja, kalofshi bukur, natëre mirë. Doja të vi tregoja këtë histori, sepse është një histori vërtet e çuditshme që po e lexoja tani për të 4 herë, një intervistë gjatë e këtij Jozes, dhe do dëshiroj që t'ju tregoja më shumë, por do lexoj akoma dhe do t'ju them. Megjithatë, kjo është një nga historitë e tij, ku ai tregon që ka mbi 11.000 histori të tilla në librat e tij. Dhe unë po ju tregoj pjesë disa nga ato që nuk kemi folur kurrë në këto video tona. Pres komentet tuaja.
Hajde, natën e mirë, kalofshi bukur.